Biznesmeni Elman Abule, një nga emrat e përfshirë në dosjen e kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës, Erion Veliaj, është paraqitur këtë të mërkurë në gjykatën e posaçme. Abule, me shtetësi belge, njihet edhe si mik i Veliajt. Atij i u sekuestruan 50 milion euro. Sipas prokurorisë, nga hetimi i kryer, u siguruan prova të mjaftueshme që krijojnë dyshimin e arsyeshëm se shtetasit Elman Abule, në bashkëpunim me disa shtetas të tjerë, kanë konsumuar veprën penale, pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarie kriminale. Abule rezultoi i dënuar në Belgjik, ku ka kryer edhe dënimin në kuadër të grupeve kriminale. Gjithashtu, nga provat e administruara nga hetimi, ekziston dyshimi i arsyeshëm se Abule ka konsumuar edhe veprën penale të kontrabandës me mallra të licencuara. Në kuadër të veprimtarisë së tij të palishme, Elman Abule ka themeluar një sër shoqërish tregtare, me qëllimin të maskojë kryerjen e aktiviteteve të palishme nga ana e tij me veprimtari të konsideruara si të lishme. Nëpërmjet krijimit të një sër kompanish, disa prej tyre nën administrimin edhe të shtetasve të tjerë kanë krijuar një skem të mirëfillt të pastrimit të produkteve të veprës penale.